Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar një raund të ri tarifash doganore shumë të rënda mbi importet e disa mallrave. Nga produktet farmaceutike te kamionët, nuk ka shumë rëndësi që për shembull marrëveshja me Europën që stabilizon shumicën e tarifave në 15%, hyri në fuqi 24 orë më parë. Duke nisur nga 1 tetori do të vendosim tarifa 100% mbi çdo produkt farmaceutik të markës ose të patentuar, përveç rasteve kur një kompani po ndërton fabrikën e saj farmaceutike në Amerikë, ka shkruar ai në rrjetin e tij social Truth Social, duke sqaruar se ndërtim do të quhet një kantier në fazë nisje dhe ose në ndërtim. Prandaj nuk do të ketë tarifa mbi këto produkte farmaceutike nëse ndërtimi ka filluar. Një mënyrë për të bindur kompanitë është vendosin prodhimin e tyre në SBA, edhe sepse produktet farmaceutike kanë qenë një nga nyjet kryesore të negociatave mes Washingtonit dhe Brukselit që synonin përjashtimin nga taksat, por kjo nuk ndodhi. Tarifa prej 15% u aplikua edhe mbi ilaçet jo gjenerike, vetmet që përfundimisht u përjashtuan. Tani Trump shkon më tej, ndoshta sepse trembet se tregu mund të përthith një taks doganore relativisht të ulët pa provokuar atë efekt zhvendosje të prodhimit në Amerikë. Më mirë pra të vendoset një tatim që i detyron kompanitë të zhvendosen, po nga 1 tetori do të hyjë në fuqi tarifa prej 25% mbi importet e kamionëve të rëndë dhe 50% mbi mobiljet e kuzhinës, banjës dhe produktet të lidhura. Vendimi, ka shkruar Trump në Truth Social, është marrë sepse SBA-t janë të përmbytura nga këto produkte që vijnë nga vende të tjera. Është e padrejtë dhe duhet mbrojmë për arsye të sigurisë kombëtare procesin prodhues. Europa nuk ka pasur kohë as të shijojë efektet e marrëveshjes që duhet përballet me rreziqe të reja tregtare që do të sqarohen vetëm në orët e ardhshme. Tarifat amerikane prej 15% mbi produktet europiane hyn në fuqi të njëjtën më 25 shtator. Marrëveshja e arritur në gusht tashmë është operative. Nga pakti megjithatë kishin mbetur jashtë çeliku dhe alumini mbi të cilët vijon një tarifë prej 50%. BE-ja dëshiron të përmirësojë marrëveshjen. Komisioneri për tregtin Maroš Šefčovič u takua me homologun e tij amerikan Jamieson Greer. Tani po punojmë me SBA-t për të parë ku mund të gjejmë fusha të reja për përjashtime tarifore dhe të bashkëpunojmë më ngushtë për gjetur struktura bashkëpunimi, në veçanti për çelikun dhe fushat e tjera të përfshira në marrëveshjen kuadër. Negociatat janë ende në fillim dhe do të kërkojnë kohë pavarësisht njoftimeve të papritura të Trump. Dhe vjen edhe sulmi ndaj presidentit të Fed, Jerome Powell, të dhënat të shkëlqyera mbi ekonominë, por normat e interesit janë shumë të larta, shkroi Trump duke u referuar rritjes së ekonomisë amerikane në 3 mujorin e dytë e rishikuar në 3.8%. Lajmi i mirë është se po eci më shpejt se paftësia e Jerome Powell, theksoi Trump duke nënvizuar se pa Powell do të ishim në 2%.